Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka një dua të mrekullueshme, që duhet me ndëgju me vëmendje të plot. Është parim, kjo duhet me pas parim ton na. Pejgamberi alaihi salam thot kështu, ban dua te Allahu. Allahumma aslamtu wajhiya ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk. O Allah, të dorëzova ty, pra u drejtova nga ti. Punën teme ta besova ty. Ty të mbështeta me shpresë dhe me frikë ndaj teje. Në çfarë mënyre dhe në çfarë formet i thet këto? Pra u dorëzova te ti. Punën teme ta besova dhe ty të mbështeta me çfarë gjendje shpirtërore i ban këto? Me dy gjendje shpirtërore, me frikë edhe me shpresë ndaj teje. Me dy anë. Besimtari luhatet mes dy gjendjeve në raportin e tij me Allahun xhaleshanuhu, mes frikës edhe shpresës. Edhe duhet me pas frikë Allahun, po edhe duhet me shpresu shumë te Allahu. Me kalu në ekstrem ka njëna ose ka tjetra, e hum balance, edhe krijohen probleme mandej në raportin tanë me Zotin, krijohen probleme në përjetimin tanë fetar.